Për ta mbajtur në këmbë ja vendosën një përforcim. Kjo shtyllë elektrike dhe 2 të tjerat në Glarev të Klinës, po rrezikojnë disa shtëpi me qenë gati të rrëzohen. Se ndru kur, prej që ka ardhur rryma këtu në fshat. Kam kontaktu para 2 javë me Prishtinën, më kanë thonë më shumë Klinë. Klina me peja prapë në Prishtinë, ardhë një ekip, edhe në këqyrën gjendin këtu dhe ose pyetja ose përgjigjet tyne e parë ishte pse e ki marrë shpinë të. Kjo në sens, diçka që ku me që shpinë. Edhe është 3 metra larg shtyllës elektrike. Kablot e rrymës penguan edhe punimet në shtëpinë e Morinës, që thot se ju deshën t'i ndalë. E kom shty punën më shumë se 2 javë, për mos më ardhë me mbulu këto kulmin këtu, për shkak telave. Dje në fakt në mëngjes, unë vetë i kom pa edhe punëtorët thoshin që po në qaq afër janë tensionit, sa që edhe flokët po e bëjnë nga tensioni. A i shton se gjithë fshati ka shtylla të reja, ndërsa vetëm këto mbetën që 5 vjet në këtë gjendje dhe asnjëherë Keci nuk u mor me këtë problem. Këta të fundit pas adresimit të klanit thanë se do të veprojnë shumë shpejt. Ekipet e KEDS do të dalin në terren për të inspektuar nga afër situatën dhe për të vlerësuar gjendjen. Në bazë të gjeturave dhe vlerësimit në terren do të përcaktojnë hapat e mëtejshëm. KEDS do të ndërmarrë mosat e nevojshme dhe do të veprojnë në kohën më të shkurtër të mundshme. E nëse kjo nuk ndodh shpejt, Morina thot se do detyrohet të marrë masa vet. Nëse nuk ndërhyjnë ata vetë, jam i detyruar me i hek telat me bë diçka. Me bë diçka vetë. Së rrezikojnë fëmijëve se banorëve këtu jetën.